Sot ju kam sjellë një recetë të thjeshtë dhe praktike që mund ta përgatisni për drekë ose për darkë me familjen. Është me pak përbërës dhe shumë shije. Si fillim në një tigan do të hedhim pak vaj dhe do të skuqim një qep mesatare. Do ta përziejmë qepën dhe do ta lëmë të skuqet derisa qepa të fillojë të zbutet. Më pas do t'i hedhim një karrotë të gryer në rende. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe me karrotën, do vazhdojmë ta skuqim për disa minuta. Dhe pasi karrota është skuqur, do të hedhim 500 gram mish të gryer viçi. Dhe do vazhdojmë në të njëjtën mënyrë. Pasi është skuqur dhe mishi, do t'i hedhim pak krip, piper të kuq, piper të zi, rigon, mente për t'i dhënë aromë të mirë dhe një lugë salcë domatje. Do vazhdojmë t'i përziejmë mirë për disa minuta. Dhe do t'i hedhim pak ujë dhe do ta lëmë të ziejë në temperaturë të ulët derisa qepa të zbutur plotësisht. Tashmë e kemi gati, do ta fikim dhe do ta lëmë të ftohet. Ndërkohë do të na duhen 3 kunguj. Kungujt do t'i presim siç e shikoni edhe në video. Do vazhdojmë të presim të gjitha kungujt një nga një, jo shumë të trasha dhe as shumë të holla. Më pas do t'i kalojmë në një tarë në të cilën siç e shikoni poshtë kam shtruar letër pjekje. Do t'i rëndisim të gjitha një nga një. Sipër do t'i lyejmë pak me vaj dhe më pas do t'i vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë, jo derisa të piqen plotësisht, por derisa ta shikoni që kanë filluar të zbuten. Siç e shikoni tashmë sapo kanë dalë nga furra, janë zbutur dhe do fillojmë me mbushjen. Do të marrim 2 kunguj, 2 feta më saktë, dhe në mes do t'i hedhim pak nga mbushjet që përgatitëm pak më parë. Dhe do t'i mbledhim siç e shikoni në video. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjitha të mbeturat. Dhe pjesën e mbetur që tepron nga mishi do ta hedhim në tarë. Do ta përhapim mirë dhe sipër do të vendosim një nga një kunguj të mbushur. Më pas do t'i hedhim pak ujë në mënyrë të tillë që gjella të qëndrojë e butë. Dhe sipër do t'i hedhim djathë kaçkavall ose djathë picash. Djathi është sipas dëshirës, mund dhe mos ja hidhni, por për të marrë ngjyrë më të bukur unë ja hedh gjithmonë. E vendosim në furrë të parangrohur për 15 deri 20 minuta derisa djathi të shkrihet plotësisht. Tashmë siç e shikoni ka përfunduar pjekja, djathi ka marrë ngjyrë të bukur. Do ta fikim furrën dhe më pas do ta lëmë të ftohet.
do ta shërbejmë në një pjatë. Dhe është një super tavë shumë e shijshme që mund ta shoqëroni me oriz, del me të vërtet shumë e mirë. Nëse e provoni, ju bëf mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.